Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. A mund është më na u prezantu edhe për shumë këtë një pikturë që ke piktoru Gjergj Kastret Skënderbejën, më na tregu pak sot ka marrë kohë kjo pikturë gjatë piktorimit edhe është një ditë historike, më na tregu. Unë jam Ejup Bytyshi, piktor. Kam ba Skënderbejën këtë, atje edhe atje, 3 vjetë radhazi, 3 vjetë pa ndërprerje, sidomos kë. Ky mi ka marrë 3 vjetë. 3 vjetë? 3 vjetë. Jo sa ta, po ky mi ka marrë 3 vjetë. Sepse për çdo ditë kom gjetë diçka që është dash me intervenu, po me shtu. Sepse një pikturë që mu më ronë sy, është një pikturë shumë e mirë. Faleminderit shumë. Edhe ja ke batu çdo detaj që është si kur ti e gjallë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë e kam bërë këtë për veti, për ekspozim dikun ku të kërkohet nevoja. Ja tash me 6 maj ditëlindja e Skënderbejës e 621-sja është, si më thonë, lype gjitha. Është shumë adekuate për këtë ditë sotit, për me ekspozu, për me shpallë në publik. Sepse publiku është ai që si vlerëson më së miri. A do të jetë kjo ditë historike apo do të jetë ditë feste? Ky 6 maj, edhe pse është ditëlindja e Gjergj Kastret. Kjo do të jetë ditë feste, 620 vjetori, për mua do të jetë historike, sepse për të parë e publikoj punimin e Skënderbejës në këtë formacion, në këtë hapësirë. Dhe më thonë, kjo hapësirë është diçka ma gjërë se sa vetë çdo atelier tjetër, apo çdo galeri tjetër, apo çdo hapësirë tjetër, sepse këtu është lëvizja e njerëzve, qytetarëve, popullit. A do këtë koha shumë e shkurt kur ta pëlqen dikush këtë foto edhe ndoket shumë e shkurt, jep komplimentet mira për ashtu, ndoket shumë e shkurt, më jep kurajo, më jep vullnet, më jep motivon për punë të më të tjeshme, sepse me faktin që njerëzve do t'ju pëlqej punimi im, do thotë se unë jam rrugë të mirë. Prej cilit vetë mirë është me pikturim? Da Vinci ka thonë, piktura s'përfundon kur, ajo duhet hudhët, bum, që s'përfundon kur. Përndaj, as ky s'përfundon. Ka shumë çka që muj me intervenu, po nuk e preki, sepse konsideroj se ato kam shprehje në emocionet e mia. Çdo detaj e ke dhënë sipas mendimit tënd. Çdo detaj është original, autentike, sipas shijes time, mendimit tim, perceptimit tim, pse kam studiu, si më thonë, kam konsultu, më thonë, me qindra kuaj. Unë e kom posë në vërejnë dhe për para, një po kësaj radhe. Atje ke bërë edhe një pikturë me ngjyra. Ato me ngjyra, një, dy tash ishe edhe ato tjera. Dhe më thonë, kam konsultu me qindra kuaj. Kom shua në Vali Aranç me këshirë live, kuajt. Dhe i ke marrë detajet çdo herë. Detajet, më këshirë si lëviz kali, si ecë kali, çfarë muskulature ka, si ndron muskulaturën gjatë lëvizjes, sepse kali është shumë specifik edhe është shumë i vështirë për ta bërë, për ta piktuar, për ta realizuar. Ka thymje të mëdha, ka muskuj shumë, çdo lëvizje aty ndrojnë konfiguracioni i muskujve, sepse anatomia e kalit është shumë e komplikuar. Unë prej lindjes. Nashta një 4 vjet, derisa kam gjetë një laps. Përndryshe, s'm nal më. Qeni vogël. Prej vazhjis. Edhe kam ekspozu si fillor. Kam ekspozu si fillorist, si shkollari mesëm, si student, tash